Përshëndetje, ju njoj me shtypin e ditës për këtë të enjte datë 27 nëntor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin qeveria miraton bonusin e fund vitit për pensionistët. Ja kategoritë që përfitojnë gjelin e detit dhe si do të ndahen parat për ata që do të marrin 10.000 dhe 15.000 lek. Aksioni mazhoritar Spiropali takime homologen austriake e ministrit Demo do nisin verifikimet dhe dëmshpërblimet për përmbytjet. Deputeti Xhelal Mziu, rruga e Lurës dhe Arbrit, shembulli se si investimet përdoren për fushata dhe banorët mbajnë peng i mashtrimeve. Në gazetën Dita mund të lexoni ikja, protesta dhe e majta nga Adrian Thano. Raporti tronditës i Bergh, Shqipëria ka humbur 40% të popullsisë që kishte në 1990-ën. Në gazetën Panorama mund të lexoni afera 120 milion euro mos veproni kundër bankers, sheha i zbulon shkresën e Ballukut që i fali gjobën për evazion fiskal. Në Panorama Sport mund të lexoni plasët e Tirana, Pacacia braktis stërvitjen, sulmi Partizanit për shkrap apo skrap, ja lojtarët ofensiv që nuk e kanë gjetur rrugën e rjetës te të kuqt. Dosti Elbasani nuk e diskuton Final Four, respekt për demat. Arsenali leksion Bayernit, degradon Liverpooli. Milani synon të mbyll vitin si protagonist. Flick e premtoi do të shohim një Barça ndryshe. Të gjithë kundër Guardiolës e bëri turpin poshtërim.